Doktor Marku ishte një ndër kirurgët kundër tumorit më të suksesshëm dhe më të famshëm. Një ditë ai niset me një avion për të shkuar në një konferencë ndërkombëtare, por për shkak se ishte një furtunë në ajër, avioni detyrohet për të ulur në tokë në një ulje emergjente. Që ai të arrinte sa më parë me një makinë me qira dhe niset, por mirë po fortuna gjatë rrugës filloi duke u shtuar dhe duke u rritur sa që ai humbet edhe rrugën. Dhe diku në një pyll, ai haset me një kasolle, del nga makina, troket në derë dhe një grua hap derën, dhe ajo e fton që të hynte brenda që qëndronte aty derisa të pushonte furtunë. Gjatë kohës që doktor Marku po rrinte aty, gruaja ishte ulur në gjunjë tek një djalë që ishte i shtrirë në krevat dhe po lutej. Po i lutej Zotit. Doktor Marku, kur e pa këtë grua, i tha: "A mendon se me të vërtet ka Perëndi dhe Perëndia të dëgjon?" Gruaja duke vendosur buzën në gazë thot: "Zotri, thot, djali im është me tumor, thot, dhe unë po i lutem Zotit që një doktor me emrin Mark ketë mundësinë që unë të shkoj tek ai, se nuk kam para që ai ta bëj, se është i vetmi njeri që mund të ma shpëtojë djalin." Doktor Marku mbush syt me lot dhe ngrihet në këmbë dhe i thot gruas: "Zonjë, Zoti ekziston. Në një mënyrë krejt të mahnitshme ai më solli sot në shtëpinë tënde. Unë jam doktor Marku." Miku im i çmuar, kur me mendjen tonë mundohemi të kuptojmë misteret e Perëndisë, kur me mendjen tonë mundohemi që të fusim mallështinë e Zotit brenda që pastaj ta besojmë atë, ne dështojmë mikë. Por kur ne përulemi, si kjo grua në gjunjë duke i lutur Zotit, Zoti gjithmonë do të gjejë rrugën për të përgjigjur lutjes dhe nevojës tënde, sado e pamundur dhe sado absurde që lutja jote mund të duket. Jam pastor Poli Milajeti, të bekoj në emrin e Jezus Krishtit Zotit. Miku im i çmuar, beso, mos dysho, mos u lëkund në besim, mos u dorëzo duke u lutur, se Perëndia në mënyrë të binatyrshme të hap rrugën për të përgjigjur lutjes tënde. Unë të bekoj në emrin e Jezus Krishtit duke thënë paqja, bekimi, mburoja, begatia, dashuria pa kushte, favori pa merit për Perëndisë, të jetë me ty dhe familjen tënde. Nëse erdhe deri këtu, të lutem shpërndaje këtë video që edhe të tjerët të jenë duke u bekuar dhe duke e dëgjuar këtë histori. E nëse akoma nuk ke bërë follow profilit tim, të lutem bëj follow për video tjera. Deri në video tjetër, paqja, mburoja e Perëndisë qoftë me ty dhe familjen tënde. Mirupafshim.